Mirë, për të folur pikërisht pra për summitin e liderëve të Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor, ku diskutohet lidhur me planin e rritjes, do të diskutojmë me analistin Bashkim Selmani nga Shkupi. Zoti Selmani, faleminderit që pranua ftesën. Faleminderit për ftesën dhe respekte për punën tuaj dhe interesin e përgjithshëm bashkëkombëtar. Zoti Selmani, do doja ta filloja fillimisht pikërisht me atë deklaratë komisioneres për zgjerim Marta Kos që tha ka konsensus për zgjerim tani, por dritarja e mundësisë mund të mos jetë aty për herë. Përmendi shtetet dhe në mos gaboj jo Maqedoninë, si është problemi, si është situata me Maqedoninë e Veriut? Tani ka disa role dhe funksione, para është Maqedonia e Veriut dhe Ballkani Perëndimor në përgjithësi. Dhe nga ana tjetër kemi të bëjmë me rolin dhe funksionin e vetë Bashkimit Evropian. Duke i marrë këto mesazhe që jepen nga ana e Bashkimit Evropian, unë do ndaja vetëm pjesën e zonjën Kallas, e cila dha mesazhin 3 vendeve, Shqipërisë, Maqedonisë poshtu dhe Republikës së Serbisë, që tha se nuk kemi më para dhe kohë për të humbur. Prandaj besoj që Ballkani Perëndimor ka pasur shumë kohë për të antarësuar dhe për të realizuar synimet e tyre, por këto qeveri dhe këto vende asnjëherë nuk kanë qenë dinjitoze për të mbrojtur interesin e shtetit. Në këtë rast kur flasim për Maqedoninë e Veriut, Maqedonia e Veriut dhe kjo qeveri asnjëherë nuk ka qenë më lart nga Bashkimi Evropian siç është aktualisht. E kush e krijon këtë amulli? Fatkeqësisht është krimi, korrupsioni dhe kriminaliteti institucional me të cilën vetë qeverit nuk besojnë sistemit gjithësor tas për Maqedoninë e Veriut, dhe kjo akoma më shumë e vështirëson rolin dhe pozitën e këtyre shteteve, Maqedonisë e Veriut për Bashkimin Evropian. Dhe nga ana tjetër, poshtu kemi dilemat tona për Bashkimin Evropian, parë në prizmin e projekteve dhe investimeve që kanë bërë brenda kësaj decenie në Ballkanin Perëndimor, dhe shohim se ka pasur keqpërdorime me të cilat qeveritë dhe Bashkimi Evropian nuk kanë qenë korrekte për realizimin e këtyre të mirave materiale, sepse shumë projekte ose janë keqpërdorur ose nuk janë realizuar. Maqedonia e Veriut është një vend i cili është vend para bankrotit në aspektin financiar, rreth se me miliardë euro ka marrë për borxhin publik, dhe kjo nuk kupton që interesant është çështja e bashkëpunimit të saj, sidomos me Serbinë dhe kontesti që po hapet me Bullgarinë që krijon Maqedonia e Veriut, krijon dilema se mund të ketë edhe çështje të cilat nuk janë në interesin e Ballkanit Perëndimor dhe vetë Maqedonisë së Veriut.